Atëherë, Amarido, ka ardhur raporti ose Odirit, i cili kritikon zgjedhjet dhe është shpritur me entuziazëm nga opozita, e cila thot, a ju pata thonë, e kam thonë këtë punë. Mirë po, mua më duket se vredet janë gjithmonë zakonshme, përdorimi i administratës, orientimi i votës, e të tjera. Dhe sikur të ishte në një opozitë që si ka ndodhur ndonjëherë kjo punë, hajde depo. Kjo opozita jonë sigur është në garë, si të paktën kur ka qenë në pushtet i ka bërë të gjitha këto vetë. Dhe janë të njëjtët persona në fakt. Nuk e di si e gjykon ti, a thua për shembull Edi Rama e zot Turpi edhe thot, "Okej, do bëjmë zgjedhje të reja." Ose "Okej, do jap dorëheqjen." S'di nga ta nisësh këtë, sepse problemi është që nuk është se kjo opozitë që do ishte dëshirë çdo shqiptari. Po deshe nuk e nisin fare, shkojnë direkt te Zelenski, aty kemi merakun se ai. Jo, më është thjesht duhet trajtu, nuk është sepse është një problem fakt tepër serioz kjo. Nuk është se kjo opozitë than ndonjë shpresë ose ndonjë ide dhe prit se ja mori për pak vota ose kështu ose ashtu, dhe nuk besoj ka shqiptar që nuk i kujto nxënësit e klasave të para dhe të qerdheve lemë të shkollave të mesme dhe shkollave të larta duke dalë në përpërurime. Pra nëse do flasim për përdorim administrate, është një budallik, pavarësisht se ose Odiri do bëj punë të veta siç i bëjnë zakonisht, dhe ne përjetojmë në një shoqëri ose në një moment ku gjithçka blehet, siç mund blehet që të flasësh mirë për Shqipërinë, ashtu blehet të flasësh keq për Shqipërinë, siç mund blehet të flasësh mirë për Ramën, ashtu dhe të flasësh keq për Ramën. Por nëse shqiptar të paktën duhet jemi korrekt me veten dhe të kuptojmë që kjo opozitë nuk është, edhe nëse bo zgjedhje me veten, kjo prap del e dyta, sepse është e pamundur që kjo të fitojë, është e ndërtuar keq, dhe ne kemi thonë në shumë emisione këtë. Pra nuk ka të bëj Edi Rama këtu, s'ka të bëj fare administrata, Y-i apo X-i. Ky është mendimi im për këtë. Në fakt, gropa është shumë e madhe, domethënë të gjithë përveç PD-s kanë marrë 1 milion vota, ndërsa PD-ja ka marrë 500.000 vota, PD-ja bashkë me LSI-n. Pra gropa është shumë e madhe, është 500.000 vota, domethënë po aq sa ka PD-ja, po aq janë votat që janë kundër saj. Domethënë gjithë PS dhe opozita tjetër, si thonë një fjale, përveç PD-s dhe LSI-s kanë marrë 1 milion vota, ndërsa PD plus LSI ka marrë 500.000 vota. Domethënë është një grop shumë e madhe për të jetë gërmuar nga ana e pushtetit, sepse sido që të jetë puna, një lloj kontrolli ka qenë, një lloj vëzhgimi ka qenë nga vëzhguesi ndërkombëtar. Madje në mos gaboj ka qenë ajo vëzhguesja e famshme që nxori edhe Berishën blof në 97-ën, domethënë nuk është ndonjë njeri i cili ka simpati për Shqipërinë, është angleze me qëra fjala. Unë lordi kështu konesa. Ose Odiri përgjithsisht këtë rol ka, pra nëse do të flisim shkoqur, është një organizat tepër korruptuar. Paktën këto prova ka dhënë anë kanë botës nga Ukraina në Shqipëri e kudo në botë, që natyrisht do thot një X apo Y gjë që t'i kënaqë të dy palët një farë mase. Kjo është pak a shumë çfarë ajo ka bërë gjatë gjithë